Shiko milionerat e PDK-s, LDK-s e AK-s tentojnë me ndalu kafshatën e bukës fukaras. I parë sa dishin qu në kam, jo pse me rrit për leona, jo pse me dhonë plezve 100 euro, jo pse me dhonë atina. Unë e di që për juve 100 euro nuk janë ku me di qka. S'janë heq bësh kur gjonë se ju një miljardera. Ama për një qytetar thjesht që i merë 200, 300, 400 euro në mujt, është kogja një ndihmë e madhe është për atë njeri. Edhe qohësh ti që ki miliona që nuk e din s'kajnë pasunijes, ka 200 hektar tokë, ka 30 banesa. A qohësh e ankohesh e don me anal kafshatën e bukës një qytetarit ndeshëm, që qytetarin e ndeshëm, jo me 100 euro, po me 1000 euro ti nuk mundesh me e ble votën, sa i nuk e shet. Ai kur e don menën me votu dikën, ai e voton. Nëse dikush ka me votu për dikën, ai e voton edhe 5.000 euro me dhon, ato s'u e blen. Po jam kundra kësaj, më qu me anal, me kundërshtu, me protestu që shpisha këta të opozitës, besa po m'vjen marrë për tyne, vetë milioner, e shisha këta kryesien e PDK-s, krejt milionera, kryesia e LDK-s, krejt milionera, kryesia e AK-s, krejt milionera. Edhe dalin, thojnë, jo po nuk ban me dhonë. Pse bres ban me dhonë? Për 20 vjetë kur bes nuk i keni dhonë kërkujt kur gjanë, veç për veti keni marrë. E tash që ka darë një njeri që për jep ka pak ndim këti popullit, jo dëni me hangër krejta, për jobre, për që ata s'moni me fitu as një vot jo, o gjënohë. Mani mës në shqet një moral. Dashuria e bjeshkve të nemuna, PDK, LDK. Ngoni çfarë dashnie kanë pas mes veti. Vesh ngoni. Je një politikan i cili pati mbirit e veta shumë të dyshimta, referuar shumë raporteve ndërkombëtare dhe veprimeve tua skandaloze. Duke shkelur edhe mbi kufoma, duke vrarë kundërshtarët tuaj politik, duke i burgosur shokët tuaj të luftës, duke i degraduar luftëtarët e lirisë, duke zhvatur këtë popull të vuajtur të varfër, duke bashkëpunuar me agenturat e huaja, dhe tërë kësaj maskarade ja hoqe vetë masken me dorën tuaj, fytyrës tuaj. Kur këto ditë po tenton që të realizosh qëllimin tuaj antikombëtar, të falësh territorin e fituar me mundë gjak të gjeneratave të tëra të popullit shqiptar. Apenini këto fjalë të LDK-s për ashtim thaqen, ty në herë shka thajshin e për PDK-n, sot janë mbrojtësit kryesor të PDK-s qëtat njerëz. Qëtat njëjtit janë që kur i shofën komente këta të LDK-s që vinë të mbrojt ma shumë se vetë PDK-a që mbrojt, këta e mbrojnë tash. Që kjo është dashnie bjeshkve të nemuna. Ku ka mri, ky farë lloj politike e politikanëve tonë në Kosovë. Me 2 fytyra, me 3, me 4, me 5. Që kjo është, mos me ditë kanë me votu, mos me ditë kujt me besu. Edhe del e njëjta lyp vot. Çka me thonë? Ramushi pro balkonit të hapën. A, u quva në kom, thash ide e fort kja. Kejtë Kosova me ty, se s'po guxona me të kritiku tash. Tash do të me ta bo rafsh. Krejtë Kosova është me ty general. Pa tjetër, balkoni i hapun do të më bon gjithë qysh. Se në rrug për moja ma mirë. Mës me pas kufi. Ja, po nuk ban pa bon. Heq kërqysh nuk ban pa bon këtë balkonin e hapun. Se, ata shkit janë të lyp me shti një kam mrena, na për thëjmë hajde shti një 2 kam të mrena. Qka me thonë? A dojke me qitë së batonit
për që të farë balkonin e hopër, e hashimit ati tjetrit, ta shtetë jo në thëtë, po me kushtet në që se Serbia në nje. Kjo është ide fantasi. Kjo është pështimi i Kosovës që kjo do të me konë. Që kjo me që mendim që shto e pështën Kosovën. Bravo që në kom pëqona, hesh më stanin veç për para graj. Hesh më stanin. Balkan të hopëm, edhe hesh më me në njohë Serbia, s'ka dertë. Veç balkoni do të më botë gjatë qysh. Se në rogë për moja ma mirë, se në mësuk në më në rogë që shto për moja. Pej shumë vjetë, për para, pyha, desat, halako. Bedri Hamza pra më kishtë thonë, për dykëja, ka me bon qeverije në ashme. Thash valla, ves me mora në bonfshi se për me vota, ju, në që se nisë me një morat, nashta e bani qeverien, se për vot, që që keni njësë jo, dëni me që Albinin 600.000 vota, 500.000 kopa, dëni me që dhe 600.000. Mas banaj gara, bedre. Me vot ti, me bon qeverien, harrojat pun. A me mora, muni. A mo me vot, ja, sa të është gjallë kingu, jo, shumë largeni. Beso, ane qysh për banes të skandalet e fundit që keni bon. Pu. Ja. Shumë largeni. Jo, onra, nashta keni po kështu, amo realitetin e shumë larg. Tepër largeni. Sinqerisht, po tham që Albin Kurti do të me falenderu për dykën. Me skandalin e Skenderojt e rriti votën e mërgatës për 100%. Trendi akon ka shkon 70.000 votus. Prej ditës që ka ndodhë skandalin atje në Skenderaj, është rrit për 100%. Prej 70.000 ka shku 150.000. Veç këtat për dykës din me bon këto sene në ko fëshate. Me ta rrit numrin. Tash ka njësë edhe këtat për dykës, këta ta kës, me skandalin që kishë dalë sa në Gjakov, edhe këta tash në vend që kanë pas më shku në ashtë janë një 3.000 mërgjimtar me votu në vend atje, qysh për njët e për shijet, mundet me shku dhe në 50.000 mërgjimtar që shkujnë me votu atje në Kosovë. Ata që nuk janë regjistru kështu. Për që të punë Albinit do të mi falenderu këta të opozitës. Qysh bre, hajde bre, të këshibon këtë skandalin mas zgjedhjeve, apet në nashtë, apë më bashkë në kohën, edhe 2 javë dhe zgjedhjet, e më që me bon kësi skandale, a i një ka menani me marrë nej vota, jo, se përbes nuk jam të kuptu qka. E qysh dën me fitu nëj vot me gjithë të skandale një mas një. Dëni me qu vetë vendosin 600.000 vota. E mos harronin që se Albini shkon 600.000 vota, jo i një fajtori kryesor që keni qu Albinin 600.000. 500.000 e s'ka ma shumë se 500.000. Në që se i merë 600.000 vota këtër, fajtorin jo, me skandalet e ju.